Ardhja e ditëve të nxehta përveç temperaturave të larta ngre alarmin e kuq edhe për një tjetër shqetësim që lidhet me komunikacionin rrugor. Një nga mjetet e transportit që prej vitesh reklamohet si më i shpejti në trafik, tashmë është kthyer edhe në kokçarjen më të mëdha për shoferët. E kemi fjalën për trotinetat elektrik, të cilët sapo koha ngrohet, bëhen pjesë e trafikut në rrugë të destinuar për automjete, jashtë çdo sigurie. Dhe më e keqja, ata drejtohen edhe nga fëmijët. Ky mjet qarkullues pa zhurmë që nuk kërkon hapësirë në rrugë është kthyer pas motoreve në frikën më të madhe të drejtuesve të makinave, sepse ata nuk e shohin dot se kur një trotinet u apret rrugën. Ngjarja e fundit tragjike ishte ajo në Çerkes të Kumanovës, ku një 13 vjeçar humbi jetën pasi u godit nga një automjet teksa lëvizte me trotinet elektrik. Vetëm gjatë vitit të kaluar janë regjistruar 147 aksidente që përfshin trotinetet elektrik. Nga ndihma e shpejtë konfirmojnë rritjen e numrit të aksidenteve me lëndime të rënda ku të përfshirë janë pikërisht ata që ngasin trotinet. Ata këshillojnë për më shumë kujdes e patjetër mbajtjen e helmetës mbrojtëse. Kohë të fund ashtu siç po edhe nxehet koha, vjen vera, neve do të thotë vetëm se fillojnë problemet të paratitje në komunikacion, lëndimet të rënda trupore nga do të thotë nga rënja nga trotineti, ndeshje gjithashtu kemi jashtëzakonisht shumë do të thotë qoftë me trotinet me kerr apo do të thotë vetë trotinetët të cilët do të thotë pësojnë aksident në rrugë ose në trotuar. Lëndimet janë jashtëzakonisht të rënda, duke filluar që nga lëndimet e kokës, fytyrës, gjë që kërkon intervenime shtesë, do të thotë komocion cerebri, ashtu do të thotë tronditje në tru, se dhe padyshim ekstremitetet e pësojnë. Në kështu raste do të thotë është sugjerohet do të thotë që të kenë kujdes, do të thotë të përdoren sa më në mënyrë efikase trotinetët, edhe shpejtësia njashtu të jetë e rregulluar, si dhe të pajisjet mbrojtëse të kenë helmet mbrojtëse dhe jelek ndriçues fluorescent, gjë që e bën do të thotë të dallueshëm në komunikacion, dhe normal të respektojnë gjitha rregullat tjera të cilat janë parashkruar do të thotë nga Ministria e Punëve të Brendshme. Neve si do të thotë ndihmë shpejt ballafaqohemi në vazhdimsi në përditshmëri do të thotë me këto raste dhe apelojmë deri tek gjithë qytetarët që të kenë kujdes pasi që lëndimet janë të rënda dhe mund të theksojmë se vitin e kaluar kishim edhe një rast do të thotë me exitus letalis ku pacienti ndroi jetë. Do të thotë andaj nuk duhet të shifet si një mjet do të thotë argëtimi, por është mjet i rrezikshëm, gjë që kushton edhe me jetë. Këtë vit kemi regjistruar rastet me lëndime të rënda trupore, por me fatalitet jo. Por gjithsesi edhe kjo na alarmon se do të thotë duhet të kemi kujdes me përdorimin e trotineteve. Ka një ligj që rregullon pjesëmarrjen e trotineteve në komunikacion dhe në të thuhet qartë se trotineti nuk mund të përdoret nga persona nën moshën 14 vjeçare dhe ndalohet transportimi një personi tjetër gjatë vozitjes. Por shqetësuese është fakti që pikërisht kjo pjesë shkelet me të dyja këmbët dhe trotinetet me 2 fëmijë edhe nën këtë moshë janë dukuri më e zakonshme se sa do të donte ta pranonte Ministria e Punëve të Brendshme. Po ashtu ligji thotë se trotinetët nuk guxojnë të jenë pjesë e rrugës. Ata drejtohen vetëm në korsitë për biçikleta me shpejtësi deri në 25 km/h, ose atje ku ecin këmbësorët, por me shpejtësi dukshëm më të reduktuar prej vetëm 6 km/h. Trotineti nuk guxohet të jepet pa helmet mbrojtëse dhe pa shenja reflektuese gjatë natës. Javën që lan pas, Ministria e Punëve të Brendshme bëri kontrolle të shtuara në komunikacion në kuadër të aksionit evropian të Road Pol, pjesë të cilit u bën 34 shtete. Kontrollet ishin të fokusuar pikërisht në drejtuesit e motocikletave, mopedave dhe trotineteve elektrik, të cilët konsiderohen ndër pjesëmarrësit më të rrezikuar në komunikacion. Në aspektin e përdorimit të pajisjeve të duhura mbrojtëse, gjendjes teknike të mjeteve, të drejtës për drejtim dhe drejtimit të përgjithshëm me respektimin e rregullave dhe dispozitave të trafikut, me qëllim rritjen e sigurisë në komunikacion dhe uljen e numrit të aksidenteve rrugore. Por me gjithë këto rregulla edhe kontrollet e herpashershme, të gjithë kur jemi në timon, kemi frikë se mos ndonjë trotinet na kërcen para makinës. E tmerrohemi kur shohim fëmijë që u jepin me shpejtësi pa mbrojtëse, madje edhe nga 2-3 vetë. Në rrugët tona edhe ashtu kaotike, me mungesë të theksuar edhe të shtigjeve adekuate për mjetet e vogla të transportit, trotineti thjesht shton frikën për më shumë aksidente. Por çfarë mendojnë qytetarët për mjetin problematik të transportit rrugor dhe nëse ai duhet ose jo të jetë pjesëmarrës në qarkullim? Për trotinetet vallë përmi se duhet më i nërë kretë. Kejt, në përgjithësi. E se çka bëhet për ditë po desin të thyesin. Se baba, pa i dhënë urdhën baba smujtet me jasit. Po më shkatim është çka që kemi në atë mentalitetin e madh. Ja se me prudën e listë. Në i kanë nol, i kanë prutena.
Qaja? Po, sidomos për fëmijët që përdorin. Po për shëtën po thonë baballarët i kanë pajet. Se e baba lipet me di se ku shkon fëmija. Po çfarë duhet të bëjnë ndoshta që ta ndalojnë? Po shteti. Ka komun, ka shtet. Qaja është? Ndryshe smujtës. Rrezikshëm janë. Mendoj se duhet ndalohen për fëmijë, duhet vjet një kusht me mosh prej çfarë moshe mund të vozitet. Po a ju pengojnë në fakt por kaloni? Jo s'më pengojnë, po duhet kena kujdes edhe ne si shofera, po edhe prindët duhet kenë më shumë kujdes për fëmijët. Të rrezikshme, sidomos me kere kur e dhezmi na kena jo veç biciklla, po ne kena nevojë për keret më mirë se me bicikëll më shpejt kalon. Shkon kë ki punën me sos, po të drejtat sidomos peshimi edhe në peshomi edhe vetë si është puna, po shkojnë gjem të ri. Po morin qafë me motocikletat, këtë janë problema, kupton? Inshallah vjen dhe një ligj që i rregullojnë. Po, a mendoni se duhet të ndalohen rreptësisht? A duhen të ndalohen të drejtat se kanë ato këshirin hinë midis nër kamiona, nër kere. Shomi na, edhe ju gjithë të qerës. Po, çfarë mendoni se duhet bërë për të zvogluar apo ndaluar pjesëmarrjen e tyre? Edhe ato do të më konë edhe ato që kanë të internetat për gjithë ato si të voziten me men, është shumë mirë. Ajo, unë e muj me hi, a internet e hub frikën, nesër e bjekë dhe një kerë, shka o bon, familja, gjithë kanë me mendu për ata që kanë që u mita o vramë. A ju pengojnë juve si shofer, për shemë, kur jeni të vozit? Unë e shoh vetë për shembull, unë me bicikl, kur jam unë nuk hi midis rrugëve, kur kanë jes kena edhe rrugë na ka me kalu me biciklla, me motorcikleta, me të tërneta, ato janë rrepsisht ndalum, ato janë po ka qera shteteve, tash kanë arë frikë, ka që një vite, 2 vjet. Po, ato vozitin me menda që qera shteteve. Te na veç kanë zonë rinja, mere për ditëlindje, hopja kryet e vladit. Po në fakt, a mendoni se duhet të ketë rrugë posaçërisht për trotineta dhe për bicikleta? Duhet me pas, se unë vetë unë s'po du me folë se në qërat shtete unë jam konë shkoj si kam familja që kanë veç për motorcikleta, për të tërneta, më rinë të semafore, e trusat si duk me e ka ati për me kalu, shlohet rruga për komsort, edhe nalën. Ju thatë se ishit jashtë, në fakt, çfarë mendoni në krahasim me komunikacioni këtu dhe jashtë? Zvjen kërkon e jonja me të jashtë, dhe shi dijet, për gjithë shka është ja jashtë mja. Po, a keni ndoshta një mesazh që dëshironi t'ia dërgoni shtetit për të marrë se si duhet? Unë kisha thonë për shtetit, po më thonë masa, sa ma frikë, në të vere ligji për të internetat, në të ketë ka me pas me vozitat të internet, atë motorcikletat, biciklat, na keret i kanë parku në vend motorcikletave, në vend biciklave, komësorës kanë ka kalujnë për kereve, s'kena parkinge, që jo. Ligji aktual parashikon edhe gjoba që variojnë nga 50 deri në 120 euro, por duket se kjo nuk mjafton. Ministria e Punëve të Brendshme ka nisur analizën e ligjit ekzistues dhe po përgatit ndryshime që synojnë rritjen e sigurisë në trafik, sa i përket pjesëmarrjes në trafik të trotineteve elektrik. Ato nuk janë të parapame për transport publik, për të shfrytzuar në rrugë publike, në bulevare, po bile edhe në për rrugicat që janë të bashkangjitura për bicikleta, për shkak se nuk plotësojnë kushte teknike për të eksploatuar në rrugë publike. Mirë po kene i ke shpërdorin për shkak, sidomos gjenerate re rinia, edhe dalin në rrugë kryesore dhe bëjnë probleme. Trotinetat janë të parapame në për qendrat rekreative sportive, ku atje ka mundësi të bëjnë akrobata, të bëjnë kënaqësi, të rrisin adrenalinin e kështu me radhë, e jo në rrugë publike, e jo moshe e re, mosha 12-13 vjeçarit dalin në rrugë publike, dalin në rrugë ku paraqitet rrezik, paraqesin ato rrezik ndaj pjesëtarëve tjerë të komunikacionit, edhe ato i nështrohen rrezikut. Për qarkullu trotineta duhet
paraprakisht duhet të regjistrohet. Si automjetet tjera që regjistrohen, motocikletat e kështu me radhë. Mandej duhet të ketë sigurim për gjatë sigurimit dhe shpejtësia duhet të kufizohet në 25 km/h. Në rastet veçanta vetëm duhet të shfrytëzohen rrugicat e bicikletave e jo të dalin në kursitë, në bulevare. Prandaj duhet ligj apo stafat të bjerë Ministria e Transportit, Ministria e Punëve të Brendshme dhe duhet të rregullohet kjo se ato janë problem. U bëj apel edhe familjeve, prindve të cilët fëmijët e tyre përdorin trotineta, moshës shumë të re, 10 vjetë e përpjet, të ndalojnë se është rrezik shumë i madh. Trotineta, sa i përket kushteve teknike të trotinetës, ajo është e parapame për në rrugica ku janë apo stafate për ato, nuk ka ngritje të dhomit të skajoreve, të trotuareve, e kështu me radhë. Vetë pozita e një personi i cili e ngas trotinetën është shumë e rrezikshme për shkak se ato zhvillojnë shpejtësi të mëdha dhe në rastet situatat të rrezikshme, situatat të cilat paraqesen rrezik potencial për të ndodhur një aksident, ato kur frenojnë me shpejtësi 50 km/h, kur frenon ai në ato dy rrota, edhe çumi kapet me duarët për trotinete, ati vet inercioni që paraqitet në trupin që nuk ka siguri, nuk është i sigurt, ai shkon fluturon para dhe ka fatalitet. Mund të na thoni se sa po respektohen praktikë rregullat ekzistuese dhe sa efektiv është kontrolli nga institucionet? Tash ka pak efekt pozitiv, sidomos qyteti i Shkupit, për shkak të vendosjes së kamerave për siguri në komunikacion. Ka efekt, mirë po, personat zyrtar, Ministria e Punëve të Brendshme, shërbimet për sigurinë në komunikacion duhet të jenë më vigjilent që të bëjnë kontrolla rutinore më të shpeshta që të ketë efekt siguria, të ketë më evidente siguria në komunikacion. Ndryshimet që u bën tash ka pozitivitet, mirë po duhet përsëri prap duhet shifen mangësitë të cilat janë ekzistuese në ligjin ekzistues të shqirtohen dhe të shifet zgjidhjet më të mira dhe të bëhet ndryshimet e ligjit për sigurinë e komunikacionit. Ndërsa në Maqedoninë e Veriut diskutohet për shtrengim të rregullave, praktika rajonale na jep disa mësime. Shqipëria ka ndaluar tërësisht që nga tetori përdorimin e trotinetave, të cilët tani më konsiderohen si një rrezik dhe burim aksidentesh. Kosova megjithatë vazhdon të mos ketë një regjim të posaçëm dhe të detajuar për këtë kategori mjetësh. Kroacia ka vendosur përdorimin e detyrueshëm të helmetës dhe gjoba të konsiderueshme për mos respektimin e rregullave. Serbia nga viti 2024 kërkon që përdoruesit të mbajnë një lek reflektues gjatë natës, helmet mbrojtëse dhe të kenë të vendosur një ngjitës identifikues të lëshuar nga autoritetet. Edhe shumë vende të tjera kanë shkuar përtej kufizimeve të zakonshme. Në Britani, përdorimi i trotineteve privat në hapësira publike mbetet praktikisht i ndaluar. Parisi në vitin 2023 ndaloi plotësisht shërbimet publike të trotineteve me qira pas një referendumi lokal për shkak të aksidenteve, parkimit kaotik dhe ankesave të qytetarëve. Melbourne dhe disa qytete të tjera australiane kanë kufizuar ndjeshëm ose kanë pezulluar operatorët të caktuar pas rritjes së aksidenteve dhe shkeljeve të rregullave. Singapori konsiderohet ndër shtetet me kontrollin më të fortë. Trotinetet elektrik janë ndaluar në trotuare, ndërsa shkelësit përballen me gjoba të larta dhe në raste të caktuar edhe me dënime me burg. Italia ka shpërsuar ndjeshëm legjislacionin, janë bërë të detyrueshme helmeta, sigurimi dhe identifikimi i mjetit, ndërsa gjobat për shkeljet janë rritur. Gjermania kërkon që trotinetet të kenë sigurim të detyrueshëm, drita, 2 sisteme frenimi dhe certifikim teknik. Përdorimi në trotuare është i ndaluar.